Arkivoli i këngëtarit të dashur Shpat Kasapi, i mbuluar me flamurin kombëtar shqiptar, qëndron sot në hollin kryesor të Pallatit Kulturës në Tetov, vendi ku ai hodhi hapat e parë të jetës dhe karrierës. Atmosfera është e rënduar, ndërsa qindra qytetar kanë hyrë në radhë për të bërë homazhet e fundit. Flamuri i kuq me shqiponjë të zezë, simboli krenarisë kombëtare, qëndron mbi Arkivol si një mesazh nderimi për një artist që u bë pjesë e historisë së muzikës shqiptare. Brenda sallës së madhe të pallatit, përveç figurave publike, kolegëve të muzikës dhe miqve të shumt, janë ulur në rreshtin e parë nëna, vëllezrit dhe të afërmit e këngëtarit, të cilët mezi po mbajnë veten nga dhimbja. Nëna e Shpatit, e shoqëruar nga familja, pranonte ngushëllimet e një pasnjëshme të njerëzve që vinin me lule nduar e me lot në sy. Çdo kush që afrohej të ansaj pëshpëriste fjalë mbështetjeje, por asgjë nuk dukej se mund të zvoglonte peshën e trishtimit që i ka rënë familjes së tij. Në një prej videove të publikuara nga ceremonia, shihet edhe bashkëshortja e të ndjerit, Selvia, e cila nuk i mban dot lotët. E veshur me të zeza dhe e mbështetur nga disa të afërm, ajo përkulet mbi Arkivol për t'i dhënë lamtumirën e fundit burrit të saj. Lotët i rrjedhin pa pushim, ndërsa zemra i coptohet nga mendimi se djali i tyre i vogël ka humbur babain në një moshë kaq të re. Pamja e saj ka prekur mijëra njerëz që e kanë parë videon, duke e bërë dhimbjen e kësaj familjeje edhe më të ndjeshme për publikun. Shpat Kasapi ndëroi jetë më 26 nëntor, në moshën vetëm 40 vjeçare, pas një sulmi të papritur në zemër. Lajmi i ndarjes së tij nga jeta tronditi botën e muzikës dhe artit shqipfolës, pasi ai ishte një prej figurave më të dashura të skenës shqiptare. Këngët e tij të njohura, koncertet, paraqitjet televizive dhe stili i tij i veçantë i interpretimit e kishin bërë të paharrueshëm për publikun, që e kishte ndjekur për më shumë se 2 dekada. Sot, kjo humbje lë një boshllëk të madh, jo vetëm në familjen e tij, por edhe në zemrat e të gjithë atyre që e kanë dashur artin dhe karakterin e tij. Trupi i artistit do të përcillet për në banesën e fundit sot, në orën 14 në varrezat e qytetit të Tetovës. Autoritetet lokale, familjarët dhe qindra qytetar pritet të marrin pjesë në ceremoninë mortore. Sot, Tetova do të jetë më e heshtur, më e zymt dhe më e pikëlluar, sepse po përcjell një bir të saj, një artist që la gjurmë dhe që do të kujtohet gjithmonë për buzëqeshjen, mirësinë dhe muzikën që i dha publikut shqiptar.